Burnout është një fenomen që po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm pasi bota përreth nesh ka ndryshuar kaq shumë. Uluni në një vend të qetë. Ndjeni dëshemej në këmbë. Mbylleni sytë. Relaksoni fytyrën e juaj. Lëreni në fullën të bie. Relaksoni të gjithë trupin e juaj. Lëreni këto afërmime të punojnë në nëndërdinë e juaj. Ose nëse dëshironi, përsërisini këto fjali pas meje. Unë e kuptoj se kam nevojë për pushime, për të rimbushur energjinë time. Unë marr kohë për të kujdesur për mirëqenien dhe shëndetin tim. Edhe sukseset e vogla janë suksese. Unë i jap vetes leje të them jo dhe i respektoj kufit e mia. Jam krenar për arritjet e mia dhe është në rregull të bëj një pushim për të kujdesur për shëndetin tim. Besoj se do të jem në gjendje të gjej sërish energji dhe motivimin tim. Unë e rrethoj veten me njerëz pozitiv që më mbështesin dhe më inkurajojnë. Unë përqendrohem në atë që mund të arrij dhe e shikoj të ardhmen me optimizëm. Dhe kur të jeni gati, lëvizini duart dhe këmbët dhe hapeni ngadalë sytë. Afroj duart nga zemra dhe falenderoj veten. Sa mirë që po ekziston.